Në lajme ndër të tjera do të ndiqni edhe këtë vit në 21 janar familjarët e Ziver Veizit në Gjirokastër kanë kërkuar drejtësi. Zhbllokohet pas 5 ditësh izolim rruga e fshatit Golem, e cila izoloi 300 banorët e këtij fshati. Rreth 140 mjete do të përfitojnë falje të plotë ose të pjesshme të detyrimeve që kanë papaguar. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Përshëndetje nderuar shikues të ekranin televizionit Kanal 7, një mëngjesisht me informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Edhe këtë vit në 21 janar, familjarët e Ziver Veizit në Gjirokastër kanë kërkuar drejtësi për vrasjen e Ziver Veizit 6 vjet më parë në protestën e socialistëve. Edhe këtë 21 janar, familjar por dhe përfaqësues të Partisë Socialiste në Gjirokastër kanë kujtuar Ziver Veizin të vrarë në protestën e socialistëve përpara kryeministrisë në 21 janar të vitit 2011. Edhe këtë vit familjarët e Ziver Veizit kërkojnë të njëjtën gjë, drejtësi. Pa fjalë kemi ngelur. Nga kush të presim drejtësi? Çfarë do të thotë drejtësi për ju? Çfarë lloj drejtësie? Po drejtësia është që të gjendet kush e vrau. Të dënohet të marrin dëshkimin ai që e vrau. Po mua më duket sikur është dënuar ky që vdiq. Duket sikur është dënuar ky me vdekje. Mos e kish fajin ky mbase. Ajo është një vlerë ndihmë monetare, ndërsa shpirtërore kur të vendoset drejtësia, në qoftë se do vendoset. Ajo që ishte ndryshe këtë vit në kujtimin e Ziver Veizit janë figurat e reja që ka serviru Partia Socialiste për Gjirokastrën. Deputetët e ardhshëm Blendi Çuçi, Mirela Kumbaro, të cilët prej disa ditësh ishe prezent në çdo ngjarje që ka të bëjë me qarkun e Gjirokastrës. Sot jemi mbledhur këtu pranë varrit të Veizit, i cili është një dëshmi e qartë se sa e brisht është demokracia. Dëshmi e qartë që ne duhet luftojmë çdo ditë dhe nuk duhet ta marrim për të qenë. Garantimin e lirive të gjithë secilit dhe ndërtimin e shtetit të drejtës. Duhet luftojmë çdo ditë që mbi të gjitha të vendoset drejtësia edhe për Veizin dhe shokët e Veizit të rënë në 21 janar. Mendoj që ky është një apel për gjithë shoqërinë shqiptare, e cila në asnjë moment nuk duhet heqi dorë nga kërkimi i lirive dhe drejtave njerëzore, universale. Faleminderit. Është padyshim një moment në cilin është reflektim, siç thot me drejt ministri Çuçi. Ziver Veizi ishte një ndër të katërt të cilët nuk do të harrohen jo vetëm për familjet e tyre, por edhe për atë ndodhi në cilën nuk duhet të harrojmë që të mos kthehet kurrë. Gjithë proceset që kryen për rivënien e drejtësisë janë procese të vështira dhe ju vetë e keni ndjekur se sa i thellë, i vështirë ka qenë debati për vettingun, sepse pa drejtësinë nuk mund të kemi një shtet i cili të mbron edhe njerëzit, por mbron demokracinë, mbron dhe institucionet. Kështu që vim për të qenë gjithmonë pranë me familjet, vim për të kujtuar ata njerëz të cilët në mënyrë krejt padrejtë dhe të pafajshme ikën për shkak se institucionet gabuan, por edhe për ta vënë drejtësinë në vend. 3 ditë para 21 janarit, qeveria ka akorduar një fond për 160 milion lekësh, ose $1.2 milion për Gardën e Republikës për dëmshpërblimin e 4 viktimave që u ekzekutuan në protestën e 6 viteve më parë. Zhbllokohet pas 5 ditësh izolim rruga e fshatit Golem, e cila izoloi 300 banorët e këtij fshati, të cilët përveç të tjerash u përballën dhe me errësirën.
Fshati Golem Gjirokas nga mbrëmja djeshme është bllokuar nga dëbora pasi mjetet e rënda kanë zhbllokuar rrugën Kolën Golem të bllokuar për 5 ditësh. Dëborën këto fshat arrin deri në 50 cm duke bërë të pamundur lëvizjen e vetëm të mjetet por dhe të banorëve. Prefekti i qarkut Gjirokas, i cili ndoi që ngafësh bllokimin e rrugës, tha se nevojitja ndërhyrje e mjeteve të rënda të cilat u mundsua nga Ministria e Mbrojtjes. Prefektura e qarkut Gjirokasës gjatë këtij viti, po dhe vitit kaluar, ka qenë prefekturë që është mbuluar nga rreshtit e dëborës. Natyrisht që në momentet e para akset kryesore, siç është transmetuar dhe nga ana juaj, kanë qenë prekupim i institucioneve të ndërmarrjeve përkatëse ose kompanive që kanë marrë akset dhe u janë kthyer menjëherë në gjendje të kalueshme me zinxhir fillimisht, pastaj në çështje normale. Por rreth i Gjirokastrës edhe dy rrethet e tjera të prefekturës qarkut Gjirokastrës në zonat malore siç është Fushbardha, Zhulati, Golemi që jemi sot, siç është Kurveleshi apo dhe zonat tjera, njësitë administrative, Zagoria e tjera kanë pasur problematik. Ndaj ne jemi drejtuar Ministrisë Mbrojtjes nëpërmjet emergjencave civile pranë në Ministrisë Punëve të Brendshme, e cila na ka ndihmuar me mjete me zinxhir, të cilat janë efikase sidomos në këto zona, siç ka qenë rasti i Fushbardhës, i Zhulatit, i Golemit që ne jemi sot, i zonës së Kurveleshit apo i zonave të tjera që natyrisht kanë qenë të vështira për të pastruar nga mjetet me goma. Tashi në këtë moment është vetëm rruga e pahapur në Golem që ne jemi sot dhe që sot brenda ditës do përfundojë edhe kjo dhe zonat e tjera pothuajse janë qetë gjitha të hapura. Kështu që njësitë administrative, 32 njësi administrative në qarkun e Gjirokastrës janë pothuajse të hapura. Fshati Golem në rreth në Gjirokas ka rreth 300 banor të cilët për 5 ditësh kanë luftuar mbi jetesën pasi në këtë fshat ka munguar dhe energjia elektrike. Dy grashtazane janë çuar në krah nga banorët drejt spitalit pasi ardhi një automjeti në fshat ka qenë krejtësisht e pamundur në qarkun e Gjirokasës dhe pse moti është përmirësuar ndjeshëm janë të ketë zona kritike si zona Kurveleshit në Tepelen apo në zonën e Zagorisë në Gjirokastër. Rreth 140.000 mjete do të përfitojnë falje të plot ose të pjesshme të detyrimeve që kanë pa paguar. Përfituesit janë ndarë në 2 kategori. Rreth 140.000 pronar mjetesh do të përfitojnë falje të plot ose të pjesshme të detyrimeve që kanë pa paguar për mjetet e tyre. Përfituesit janë ndarë në 2 kategori. E para është pronarët e mjetet të cilët prej vitit 2000 deri në 2011 nuk kanë paguar asnjë taks për mjetin dhe makinat e tyre duan të nxjerrin nga qarkullimi. Pronarët e këtyre makinave do të përfitojnë falje të gjitha detyrimeve, domethënë që taksat, xhobet dhe kamatat, por duhet që brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e faljes të drejtohen Drejtorisë së Përgjithshme të Transportit Rrugor për çregjistrim dhe nxjerrje nga qarkullimi të mjetit, ndërsa pronarët e makinave që për të njëjtën periudhë 2000 deri në 2011 nuk kanë paguar taksat dhe duan ta mbajnë në qarkullim mjetin, duhet paguajnë vetëm taksat për gjithë periudhën dhe përfitojnë falje të kamatave. Skema është bërë e ditur nga burimet zyrtare pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor, të cilat bëjnë me dije që janë një pjesë e konsiderueshme mjetesh që nuk kanë përfituar nga amnistia e vitit 2009 pasi pronarët e tyre nuk kanë aplikuar. Sipas të njëjtave burime, makinat që kanë detyrime për taksat dhe xhoba pas janarit 2012 do të përfitojnë falje të xhobave vetëm në rast se kryhet pagesa e detyrimeve tatimore. Të njëjtat burime bëjnë me dije se do të çregjistrohen të gjitha mjetet që nuk kanë kryer asnjë veprim pas periudhës 31 dhjetor 2011. Çregjistimi i mjeteve do të bëhet pa paguar detyrimet e prapambetura si taksën e çregjistimit të përvitshëm të mjeteve dhe taksën vjetore të qarkullimit rrugor, taksën vjetore të mjeteve të përdorura, taksën e mjeteve luksose, si dhe gjobat e llogaritura për efekt të mospagimit të taksave. Të njëjtat burime bëjnë me dije se pronarëve të makinat që paraqitin dhe kërkojnë mos kryerjen e procedurës së çregjistrimit të mjetit dhe të mbajtjes në aktiv të tij, u falen detyrimet tatimore për periudhën përpara dhjetorit 2011, por duhet të kryen pagesat e të gjitha detyrimeve që u përkasin periudhave pas janarit 2012 dhe u falen gjobat për këtë periudhë. Drafti për faljen e detyrimeve të prapambetura për automjetet është hartuar nga Ministria e Financave dhe pritet të miratohet në qeveri. Është momenti të shohim informacionet më të fundit nga rajoni dhe bota. Donald Trump ju desh pakor për të kaluar nga fjalët tek veprat. Me të ulur në zyrën e tij, presidenti firmosi një sër urdhrash ekzekutiv që shënjestrojnë reformën shëndetësore të paraardhësit të tij Barack Obama. Ai ka urdhëruar të gjitha agjencitë federale që ndërmarrin masa të nevojshme për lehtësuar barën financiar të qeverisë amerikane në shëndetësi, duke ndërmarrë hapin e parë në përmbushjen e zotimit të fushatës, se do ta anullonte këtë reformë që njihej si Obamacare. Gjithsesi se deri ku do të shkojë Trump me këtë reformë është ende shumë shpejt që të bëhet një parashikim, pasi vetë miliarderi në takimin e pritjes nga Obama
Obama në shtëpinë e bardhë fill pas fitores së zgjedhjeve në nëntor, u shpreh se do të konsiderojë ruajtjen e disa ligjeve përkat të paketës shëndetësore të parë dhe ardhësit të tij. Ndryshimi i parë Donald Trump, president e administratës së tij, ishte në faqen zyrtare të internetit të shtëpisë së bardhë, ku zhduku prej aty strategjinë Obama për ndryshimet klimatike. 8 persona janë gjetur të gjallë në hotelin Ricopiano të Italisë, të mbuluar nga bora pas ortekut gjigant të shkatëruar prej tërmeteve të Sëmërkus në rajon qendror të vendit. Ekipet e shpëtimit sqaruan se 2 ditë pas episodit fatkeq kanë mundur të gjejnë këta njerëz poshtë një masivi me borë, megjithatë ende nuk janë nxjerrë të gjithë të bllokuarit. 2 prej mbijetuarve janë fëmijë. 4 vdekje janë konfirmuar deri tani nga ngjarja që tronditi Abruzzon. Rreth 20 janë të zhdukur, përpjekjet e shpëtimit të cilët vazhdojnë edhe pse në kushte të vështira. Ekipet e shpëtimit kanë 24 orë që punojnë pa pushim në vendngjarjen, temperatura shumë grande në zero. Pas zbulimit të mbijetuarve ata kërkuan dërgimin helikopteri, nga sa raporton agjencia italiane e lajme ANSA, një nënë dhe një vajzë janë nxjerrë tashmë nga hoteli i tmerrit, janë dërguar në spital. Sipas media lokale të mbijetuarit, 3 burra, 3 gra e 2 të mitur kanë mundur të shpëtojnë pasi kanë qëndruar poshtë një pjese të shembur të tavanit. Ata kanë kaluar të paktën 40 orë të varrosur në borë gërmalla. Pamjet të marra më herë nga hotel luksoz tregojnë sasi të mëdha bore në hollin e tij. Forcat e ortekut ishte aq që masa shkatërroi pirësisht çatin dhe sipas disa njoftimeve e ka shvendosur godinë në gati 10 metra. 3 viktima rreth 29 të plagosur është ky bilanci i insultit me makina në qendër të Melbourne-it, jo shumë larg zonës ku këto ditë po mbahet kampionati tenis të Australian Open. Pamjet e dëshmit sugjeron për një akt qëllimshëm të personit në drejtim në automet që përplasi kalimtar në tortuar është vënë në prangë nga policia. Ai është një 26 vjeçar identitet i cili nuk u bë i ditur, gjithsesi përjatuesi motivacioni nuk janë terrorist. Mendoj se ngjarja është e lidhur me insultin e menjëhershëm me thik në jug të Melbourne-it. Agresori 26 vjeçar është ndaluar dhe nuk po bën kërcënim të mëtejshëm për publikun, po një njëti person ishte përfshirë në një tjetër sulm së bashku me vëllain e tij në orët e para të ditës në periferinë e Melbourne-it. Besoj se ai mori peng një grua në automobilin e tij duke liruar atë para se drejton ndaj qendrës, ku sulmoi fillimisht kalimtar në arterin interkretare të Burg Street. Më pas shkoi drejt stacionit kurrëdor të Flinders Street, ku do plagosën në krah edhe u arrestuan nga policia. Mes viktima është dhe një fëmijë i porsalin, ndërsa 5 prej të plagosur janë në gjendje kritike. I riu nuk ishte i panjohur për policinë dhe autoritetet shëndetësore, por problemet me drogën dhe ato psikiatrike. Militantët e Shtetit Islamik kanë shkatëruar një nga monumentet më të famshme në qytetin e lashtë të Palmiras, Tetropilonin dhe fasadën e teatrit Romak. Qeveria siriane humbi kontrollin e Palmiras në dhjetor në të dytën herë që grupi xhihadist hyri dhe shkatërroi zonën e shpallur pjesë trashëgimisë botërore nga UNESCO në konfliktin 6 vjeçar në Siri. Tetrapiloni është pika ku bashkohen kolonada e madhe e Palmirës, e përfshin një platformë të ngritur prej guri, në një strukturë mbajtëse prej 4 kolonash, pozicionuar në çdo qytet cep të tij. Imazhet satelitore publikuar nga shefi i arkitektëve në Siri, Mamun Abu Kalmir, tregon se shkatërimi i tij me vetëm prej 4 të 16 kolonave që gjendeshin në këmbë, ndërsa platforma e gur duket e mbuluar nga rënojat. Imazhet tregojnë se dëmet konsiderueshme monumente në qendër teatrit Romak, në disa kulla guri të shkatëruar tërësisht. Nëse Shteti Islamik mbetet në kontrollin e Palmirës të Abu Kalmir, atëherë do të ketë edhe më shumë shkatërim. Sipas tij, vala e fundit e shkatërimit të ankitetit ka ndodhur mes 26 dhjetorit dhe 10 janarit. Shteti Islamik kishte marrë më herë kontrollin e Palmirës në vitin 2015 dhe mbajti atë për 10 muaj, ndërsa forcat qeveritare siriane mbështetur nga milicit aleate dhe fuqia ajrore ruse i dëbuan xhihadist nga qyteti në mars. Gjithsej periudhë Shteti Islamik ka shkatëruar edhe të tjera monumente si Harku Monumental, 1800 vjeçar i Palmirës, qyteti i njohur në arabisht si Tadmur, ndodhen në kryqëzimet e botës antike. Rikthehemi në vend, euro është vlerësuar sërish përballë lekut të vendas, ekspertët paralajmërojnë një lek të fortë në muajt në vijim. Monedha e përbashkët europiane është zhvlerësuar duke u këmbyer me 137.01 lek për 1 euro, rreth 0.3 pikë më pak se një ditë më parë. Ky dobësim i monedhës euro vjen pas rritjes të rishtazi për disa ditë, duke ofruar afatit e pagimit të sigurimeve. Monedha vendase prej muajsh vlerësohet para datës së afatit të fundit të pagimit të sigurimeve dhe të TVSH-s. Sipas ekspertëve, bizneset nxitojnë të këmbejnë valutën e lek, duke u reflektuar në çmimin e monedhës euro. Pas datës 20 të çdo muaji, kursi rikthehet normalitetit, duke qenë se këmbimi i euros me lekun ka përcjell pragun prej 137 lekësh. Ekspertët paralajmërojnë se duhet të presim gjatë verës një monedhë vendase të forcuar, ku niveli i këmbimit mund të arrijë deri në 133 lekë për 1 euro. Historikisht fundi i muajit janar dhe mesi i muajit shkurt ka qenë periudha në të cilën monedha euro ka pasur çmime më të larta të këmbimit. Megjithatë, në raport me të njëjtin vit më parë, euro mbetet e nënvlerësuar. Është momenti të shohim edhe parashikimin e motit, djegim grafik.
#Gjirokastër.com. Dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kulturë, lajme politike, ekonomi. Koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokastër.com. Dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e motit përfundoi këtu edicionin informativ në televizionin Kanal 7, ju lënë në shoqërinë e programeve vim bashkëmbrëpafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor.